Mirëmëngjes Shqipëri, ku do ndodheni në çdo skaj të botës, e këtu në Shqipërinë tonë, një ditë të mbarë, javë të mbarë në çdo drejtim, në çdo aspekt. Kemi shumë kënde planetare përse përket ditës së sotme dhe do të na shoqëroj gjatë gjithë javës. Mundësitë, rëndësitë, çfarë duhet të bëjmë gjatë gjithë javës, ju e keni parë dhe në parashikimin javor, por të flasim përse përket tani në këto momente që ora shënon 7:40 minuta, ku ndikimet dhe planetet, ja ku kemi busollën këtu. Kjo do të thotë që ndikimet dhe favorizimet që kanë të bëjnë, kemi ndikimin e Plutonit në ujor, por kemi dhe shumë planete, po të shikoni në Akrep dhe në Shigjetar, ku nesër do flasim, por kemi dhe shumë planeta tjerë që do të thotë ndryshime, ndikime, favorizime. Mërkuri, Marsi, ndikimin e çështjeve ekonomiko-financiare, dielli në Akrep. Kemi dhe mesjellori që na jep mundësi që neve të vazhdojmë të veprojmë në fushën e karrierës ose të çështjeve të punës. Duke pasur parasysh shenjat që kanë mundësin për ditën e sotme përket disa bisedave ekonomiko-financiare ose në lidhje me transaksionet, ka të bëjnë shumë shenja e gaforreve, ka të bëjnë shumë shenja e Akrepit dhe ndikimet që kanë të bëjnë Dashi. Kurse në lidhje me disa udhëtime të papritura, ndodh në shenjën e Luanit, po të vini re tek Luani që ka përballë ujorin, ku jep disa mundësi, por dhe binjakët në krahun tjetër, pra ka një ndikim shumë të mirë, sepse ai udhëtim do të jetë udhëtim shumë pozitiv. Nëse sot kemi të bëjmë shumë me lidhjet ose dashurit, duke pasur parasysh nëse kemi të bëjmë ose shkëmbim unazësh, themun, ose për lënë një date për njohje familjare, ka një ndikim peshorja, ku po ta shikoni atje, kemi ndikimin e Afërditës, por në krahun tjetër kemi dhe Dashin, që Dashi ka ndikime mjaft pozitive, është Hëna. Hëna është mundësia, rëndësia, koha e duhur për shpejtimi i ndryshimeve të mëdha që ka të bëjnë dhe e gjithë ndikimet dhe favorizimet sot nga tani në këto momente që ju thash deri në orën 14:30, pastaj fillojnë disa ndryshime, takime do thosha më tepër, po janë të pozitive. Megjithatë, e gjithë sepse jemi akoma në fillim të muajit, do të kenë kujdes personat që janë në high society themun, po në instancat larta do të kenë shumë kujdes, sidomos sepse kur themi instancat larta, do thotë biznesmenët të fuqishëm, e presupozoj unë, do të kenë kujdes në humbje paraje, do të kenë shumë kujdes këtu sepse ndikimi i Marsit është për shpejtimet. Dhe për shpejtimet nuk është mirë pa e parë, pa firmosur një dokument ose pa qenë të sigurt për atë çka do të bëjnë ndryshimet. Ata që janë me Mërkuri në Shigjetar do thotë që bisedimet, ata që bisedojnë më tepër, siç janë politikanët, siç janë njerëzit që janë me influencë, do të kenë shumë kujdes për ata që kanë probleme ose kanë firmosur në 2004 ose në 2013, në 2024 në muajin tetor e në vazhdim duhet të trokasin të gjejnë zgjidhje, sepse është një periudhë mjaft e mirë nga njëra anë, por nëse nuk i bëjmë kujdes, ka probleme, sidomos edhe ndikimi i brisjapëve, i peshores dhe disa gjëra tjera që janë i flasim në detaje ditë për ditë. Tani, flasim për shenjat, 12 shenjat zodiakale. Çfarë ndodh për ditën e sotme? Kemi shenjën e parë, shenjën e zjarrt dhe mundësive të arta, që do thotë shenja e Dashit. Por të kësaj shenje nuk ka vend për të shqetësuar, sepse ka disa mundësi që jepen tani në këtë periudhë, është një periudhë ku çdo gjë ndryshon, çdo gjë arrihet, sepse Marsi nga njëra anë do udhëtojë në një shenjë zjarri, si që jeni dhe juve, në shenjë Shigjetar që i vjen shumë mirë atje, do ndihet shumë mirë, ku është mundësi shumë e mirë në lidhje me takimet dhe bisedimet. Juve të kësaj shenje, edhe pse keni mundësi të arta në lidhje me disa takime të rëndësisë veçantë, është momenti i duhur për të bërë zgjedhjen e duhur në fushën e biznesit. Në lidhje me çështjet që kanë bëjnë, me anën shpirtërore, shkëmbim unazësh, një njohje këtë lidhje serioze, nga një udhëtim mund të njihni njeriun tuaj të zemrës, është një kohë shumë e përshtatshme dhe mund të rregullohen shumë gjëra në këtë aspekt. Edhe pse jeni pak a shumë në dilemë, por kjo është ndikimi dhe favorizimi nga tani e tutje që do kemi shumë ndryshime, e kemi thënë më të madhe, sepse nëntori ka shumë për të thënë dhe shumë gjëra të tjera për të rregulluar. Do vijojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë toke, ku do të thotë shenja e Demit. Çfarë ndodh me shenjën e Demit? Shenja e Demit ka shumë gjëra që ajo para është ekonomia. Në lidhje me çështje ekonomike, nuk kanë qenë ku duhet, lodhen shumë. Dhe vjen një moment tani që të zgjidhin një problem të vogël që ata kanë,
Sepse jo vetëm se kanë pasur çështje problematike nga një anë mundësi dhe kohën e duhur, por mund të zgjidhë një problem shumë të madh, një problem që lidhet me anën e financave, në lidhje me disa bisedime shumë të rëndësishme që mund të bëjnë tani paradite, nga tani e tutje, sepse është një periudhë mjaft e mirë dhe tepër pozitive. Në çështjet e dashurisë, dashuria e munguar do jetë me akrep, me virgjëresh dhe ujor të dhjetëdijshit të tretë. Shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë ajri, ku çdo gjë rregullohet, çdo gjë stabilizohet në lidhje me punën dhe korrektësia, që do thotë binjakët. Për sa përket binjakët do duket se ndikimi i Jupiterit në shenjën tuaj, miqtë e mi të kësaj shenje, duket se ka të bëjnë dhe me takime bisedime, por dhe role drejtuese. Meqense do zjej shumë, do vloj, do thosha, në lidhje me disa ndikime shumë të mëdha që do të kemi, mund t'ju ofrohet një punë shumë e rëndësishme, por duhet pasur shumë kujdes. Aq e mirë është ajo punë dhe aq e larmishme, por nga ana tjetër mund të ketë shumë probleme në një të ardhme të afërt. Prandaj do të shikoni germat e imta, sepse shejtani flë në gjërat më të vogla që duan lup. Prandaj keni kujdes çfarë firmosni, çfarë vulosni. Por në anën tjetër keni të gjitha mundësitë që të pastroni, të rregulloni çfarë ju duhet, çfarë s'ju duhet, t'ia hiqni nga dita e sotme, sepse është një ditë shumë e rëndësishme në fushën e biznesit dhe të karrierës. Është momenti më pozitiv, sepse juve nga 2004 deri në po të them 2030, ju vetëm se do vini emër, por do vini me djersën tuaj, me punën tuaj, se shumë probleme keni pasur nga të gjitha anët. Por vjen momenti tani që e shikoni tjetër në sy, flisni për gjërat që duhen bërë dhe kjo është diçka si në role drejtuese, si në lidhje me punën, si në lidhje me karrierën që do të keni dhe mundësi të arta ekonomike, por kërkohet pak vëmendje akoma. Në çështjet e dashurisë duket se lidhjet që kanë bëjnë me ujor të dhjetëdijshit parë, peshore të dhjetëdijshit të tretë është diçka shumë surprizuese. Vijojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë uji, tek një shenjë që vërtet ka ndryshime, ka dhe ndikime shumë të mëdha, duke pasur parasysh që do të thotë gaforja. Por për gaforja në fakt me Jupiterin në shenjën tuaj, me një kënd që bën me hënën, guvernatorin tuaj do t'ju japi një mundësi sot, bëni një takim nëse keni lidhje me transakcione, lidhje me bankat, lidhje me personat të rëndësishëm, në lidhje me biznesin tuaj, për juve që keni një biznes të rëndësishëm, për juve që keni të bëni me udhëtime, për juve që keni të bëni me role drejtuese, edhe pse do t'ju flasin paska, do të dëgjoni shumë, por pak rëndësi ka që juve të ndjeni mirë, rëndësi ka që juve t'jeni pozitiv në atë që ka kërkoni, e jo vetëm. Është një moment mjaft i mirë dhe tepër pozitiv në lidhje me çështjet ekonomike financiare, në lidhje me biznesin, në lidhje me karrierën dhe jo vetëm. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me dashnë të dhjetëdijshit të parë, me akrep të dhjetëdijshit të tretë, është periudha më e mirë e mundshme, edhe pse një lajm që mund ta merrni sot mbas dite mund t'ju gëzoj pa mas. Në çështjet që kanë të bëjnë me anën shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me dash dhe me akrep, duket se gjërat janë mjaft fantastike. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek shenja e luanëve. Luanët thonë që unë do bëj punën ashtu siç di unë. Të tjerë le ta vlerësojnë si të duan. Tani, vjen një moment që ve keni mundësinë dhe çështjet e arta në këtë drejtim, sepse duke pasur parasysh kohën, momentin e duhur në lidhje me takime, në lidhje me ndryshime, meqense dielli në një anë ju ndihmon shumë për sa i përket mundësive, sepse guvernatori juaj në Akrep do të thotë që shumë gjëra do të ndryshojnë dhe kjo do të thotë dhjetëdijçi i parë, dhjetëdijçi i tretë, që ndryshim pune, një burim të ardhur, është të dyta, është momenti juaj. Ju e keni doni edhe pak të bëni pak pushim, sepse jeni lodhur shumë dhe kjo do ta gjini në mes kësaj jave, ku e keni mundësinë për të gjetur zgjidhje me punën tuaj, me kolegët e juaj që të keni mundësinë për të parë se çfarë do të bëni në vazhdimsi. Është një kohë mjaft e mirë për të parë se çfarë do të bëni dhe të hidhni në letër dhe të bëni realitet pak më vonë. Në lidhje me anën ekonomike, duket se ka diçka mjaft pozitive. Në çështje që lidhen me anën shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me Akrep, me Dem është perfektja, me Peshk pse jo, është idealja. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë toke ku vërehet pozitivitet dhe mundësi të arta dhe surpriza mbasdite, por kërkohet dhe vëmendje që kjo është virgjëresha. Po pse? Dhe surpriza dhe problem? Jo problem, kujdes.
se mund të firmosni një dokument ose mund të bëni një blerje pasuri e paluajtshme, ku kjo çfarë ndodh me Marsin? Marsi është përshpejtuesi, sepse ndodhet në akrep dhe po udhton drejt shigetarit, se nesër është në shigjetar. Ka një ndikim tjetër që ka të bëjnë tani në lidhje me disa çështje shumë të mëdha, sepse kemi edhe një ndikim në pas nesër, është ndikimi i hënës së plot. Dhe kjo juve ju ndikon shumë, prandaj duhet të jeni kujdes sepse 3 ditë para, 3 ditë pas, kur kemi hënën e plot, ju e dini shumë mirë, sepse gjërat ndikojnë shumë, pra edhe 2 ditë mërkurë që kemi, por do flasim deri atëherë. Ka diçka shumë të madhe sot, mirë është që të rishikoni edhe një herë çfarë do të bëni, juve që jeni në instanca të larta, juve që keni të bëni me çështje gjyqësore mund të shtyhet, por është në favorin tuaj dhe jo diçka problematike. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me dem dhe me binjak duket të mbara. Vijojmë tek shenja e radhës, që do të thotë shenja e peshores. Për peshoret, në fakt peshoret duket se kanë shumë gjëra në plan për të rregulluar, për stabilizuar, por drejtësia nuk ka, lumaj që e ka. Juve të kësaj shenje, keni pasur shumë mbëryle gjatë rrugës, në vitet të tëra, po vjen një moment tani që duhet të shkoqisni mes së vërtetës dhe mes asaj që duket e vërtet, por në anën tjetër është pak problem. Duke pasur parasysh mirë është të bisedoni me persona të rëndësishëm në lidhje me takime pune, në lidhje me ndryshime, në lidhje me gjëra që kanë bëjnë me ligjin, kanë bëjnë me bisedime shumë të rëndësishme, intensive do ta thosha, bëni kujdes nga dita e sotme deri në vazhdimsi. Sidomos 10 i tretë edhe 10 i dytë, të lindurit nga data 7, 8, 9, 11, 12, 13, këto data, të lindur të kësaj date, duhet të kenë kujdes, ndash në lidhje me pasuri e paluajtshme dhe kanë një problem ligjor, duhet ta zgjidhin. Ndash se kanë një problem që kanë marrë sipërmarrës, janë marrë përsipër diçka dhe se do dalin shumë sekrete, sepse muaji nëntor është muaji i daljes së sekreta dhe udhëtimi që bën dielli në këtë shenjë do të thotë që zbulon fushat e errta edhe në fund të deti më i thellë që mund të jetë, mund të duket dhe me diell, ku nuk ka diell fare. Por ky muaj e jep këtë mundësi. Por çfarë mund të bëhet? Mund të bëni ndryshimin e madh dhe kështu që mund të jeni zgjidhje dhe mund të trokisni. Në çështjet shpirtërore lidhje që kanë të bëjnë me dem mujor janë perfekte. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë akrepi. Për akrepët, në fakt, akrepët duket se kanë një mundësi tani, një mundësi shumë pozitive në ekonomi, në stabilizimet e tyre, por meqense tani në pasuri paluajtshme. Bëni pak kujdes, mos mund nxitoni, se nxitimet nuk sjellin dobi, por vetëm probleme në anën tuaj, por gjithsesi është një kohë mjaft e mirë për çështjet ekonomike financiare, për zgjidhje të problematikave që ju e keni, sepse keni pasur mjaft çështje të pasjellura, vjen një moment nga tani e tutje, do shikojnë gjërat të jenë më të lehta për juve në ekonomi apo dhe në punë. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me shigjetar dhe me virgjeresh janë perfekte. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë shigjetari. Për shigjetarët, në fakt, si shenjë zjarri, kanë një ndikim shumë të mirë, ku kemi mjaft planete, ku është Mërkuri në shenjën tuaj, që jep një mundësi dhe rëndësi. Së shpejti nga nesër kemi dhe Marsin në shenjën tuaj, kemi dhe ndikime shumë të mëdha, prandaj rishikoni disa gjëra që keni kohën momentin tani. As ka smarohet në fushën ekonomike, edhe pse keni pasur një debat para një jave, debat ekonomik, por kjo është me të drejtën tuaj. Kështu që e fitoni dhe keni mundësinë për të zgjidhur gjithçka dëshironi. Në çështjet që kanë të bëjnë me anën shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me ekonomi dhe me disa ndryshime, shumë të mëdha që kanë të bëjnë, është një moment mjaft i mirë dhe tepër pozitiv në këtë drejtim. Ka një moment ekonomiko-financiar, sepse juve keni ose çështje kreditimi, ose çështje që kanë bëjnë me ndryshim pune, kjo mund ta rregulloni, sepse është një moment mjaft i mirë dhe pozitiv në këtë aspekt. Në çështjet të dashurisë duket se me virgjeresh dhe me gafore duken të mbara. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e bricapëve. Çfarë ndodh me bricapët? Për bricapët duket se tani kanë një moment mjaft pozitiv, shumë të rëndësishëm në lidhje me ekonominë, në lidhje me ndryshime, në lidhje me karrierën sidomos është një moment mjaft i mirë. Bini pas se do dini shumë të fituar. Nga një çështje kreditimi, do të merrni 5 lek, e ua garantoj Jorgo 1 milion për 100, mund të jenë 15 më vonë fitimi. Në lidhje me çështje kanë të bëjnë me anën shpirtërore, lidhjet afatgjat që kanë bëjnë janë me gafore dhe me peshore të 10-3, por dhe me disa ndryshime të vogla që mund keni një udhëtim të papritur, mund të ndikoj në fushën tuaj. Vijojmë tek shenja e radhës, do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë ajri, ku vetvetja dhe mundësia bën çuditëra. Kjo është shenja e ujorëve. Është momenti, është koha, është periudha, është ajo çka jam, di dhe çfarë dua. Mundësitë që keni tani
roli drejtuese, karriera, biznesi, ndryshime shumë të mëdha. Një çështje që do fitoni ose do jetë në lidhje me jashtë, ujorët kanë si pikë reference, kanë Anglinë, kanë Gjermaninë, kanë Austrinë, lidhje me punën e tyre dhe një dokument ligjor ku do gëzoheni shumë në familjet tuaja. Është një moment nga tani, sepse kemi aktivitete planetare ku na ndihmojnë shumë për të bërë zgjidhje të tilla dhe në lidhje me punën, në lidhje me çështjet shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë ujor binjak, është vetë jeta. Sado që të grindeni, janë grindje dashurie, sepse me njëri tjetrin nuk bëni, po pa njëri tjetrin nuk jetoni. Kjo është diçka shumë pozitive. Madje është koha juaj dhe jeta juaj. Mi gjitha ndikimet janë favorite. Në çështjet shpirtërore gjithashtu për juve që jeni në udhëtim ose bashkim familjar, është me akrep të 10 diçit parë. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë uji, tek një shenjë inteligjente, që do të thotë peshqit. E marrim nga e fundit, të inteligente. Kanë mundësin tani, në lidhje me disa ndryshime, ku e kemi thënë mujnë akrepit, në të muj, kemi dhe mund të bëjnë emër Shqipëria, njerëzit nga Shqipëria në përbot, në mjekësi, në shkencë, që do dëgjohet një emër, dhe shikojmë vetë, këtu do jemi. Nuk do zasi shumë dhe në fund të viti, ku do kemi shumë gjëra këtu në Shqipërinë të dashur, kemi shumë gjëra dhe pozitivitet në këtë aspekt. Dhe juve të shenjës së peshqeve, me intuita juaj nuk gabon. Në lidhje me punën tuaj, në lidhje me karrierën tuaj, në lidhje me disa ndryshime shumë të mëdha që do ndodhin, është në favorin tuaj ekonomik. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me shqytetarët e 10 diçit parë, me virgjëresht e 10 diçit të tretë që është perfekte, por gjithçka ndodh për një arsye. Në çështje që kanë të bëjnë me vazhdimsinë dhe korrektësinë tuaj, se jeni shumë korrekt me punën tuaj, edhe me dashurinë, por një problem bashkim familjar, ose një çështje të komentacioni, ose një aplikim që pris një kartë o green card, ku diun, lidhje pasaporte, të kësaj natyre është momenti i duhur për ta zgjidhur një gjë të tillë dhe koha ka treguar që jeni me shumë fat në këtë aspekt, por në çështjet e punëve dhe një shit blerje që mund të bëhet ose juve që keni përfitime kolosale, juve që merrni me real estate, por juve që merrni me exchange, por juve që merrni me biznese të rëndësishme, do keni prurje, do keni mundësinë sepse do të zgjidhni gjërat ashtu siç juve dëshironi. Dhe është koha juaj, momenti juaj. Këto ishin pak a shumë për sa i përket pikërisht kësaj dite kaq të rëndësishme, kësaj fillim jave. Unë ju uroj një fillim javë, një javë të mbar në çdo aspekt. Shikojmë nesër me parashikimet në vazhdim. Onjër pulla.